Përshëndetje, mirë se erdhët. Në këtë përshtjellim të madh që ka në Shqipëri për të kuptuar se në një jetë të përditshme me ndryshimet që ka pasur vendi, nga na vjen e keqja, shpeshherë njerëzit bëhen me o pa dashje konfuz. Duhet kuptuar që nëse i besojmë Ronald Reaganit, e keqja është gjithmonë qeveria. Por për ta kuptuar këtë ka nevojë edhe për një kurajë, jo vetëm civile, po edhe kulturore, edhe informacionale. Edi Paloka ka mbritur në studio dhe Edi, ne sot, përshëndetje. Përshëndetje. Është gjithmonë kënaqësi. Ne sot duam të bëjmë një dy pyetje relativisht të rëndësishme, të tipit për shembull, që duket që një njeri që ka kapur pushtetin me kaq thonjë, në një mënyrë kaq të kriminalizuar, nuk të kupton elegancën. Eleganca parlamentare, eleganca e mesazhit, eleganca e punës opozitare. Për një njeri i cili ka kaluar të gjitha nivelet, kjo mos do që të ketë një lloj rikolaudimi serioz në punën opozitare në këtë vend? Adi, ti e di që unë kam qenë gjithnjë, për jo sot, sepse nuk kam pasur, të jemi sinqert, nevojë për shumë prova tjera të Ramës për ditur se kush është Rama dhe ku do ta çojë këtë vend. Kështu që kam qenë gjithmonë i mendimit që opozita duhet të jetë më radikale, të gjejë rrugë të tjera, po përdor prap termin radikale, sepse nuk ka zgjedhje tjetër. Është ashtu siç the ti. Ne nuk kemi përballë një njeri që kupton një demokracinë, pranon kundërshtarin e tjera. Janë prova që ai ka dhënë fakt që herët nuk kishte nevojë për 13 vjet që të arrinim të konkluzion. Ky njeriu që, siç e kujtojnë shumë, erdhi në fillim edhe arriti edhe të mashtrojë një pjesë të njerëzve. Erdhi gjoja si trendi, si riu, përballë të vjetrit, në thonjza Berishës, që ky ishte më europian, më modern, në ky do sillte ndryshime pozitive. Sot unë jam shkruaj dhe me status, për fat keq ky ka treguar që ky as Kesholla e Kpucës, Gramoz dhe Ruçit nuk shkon dot. Tati Gramozit, ti sekretarit partisë, e tjera me gjithë zezat. Ky moderni, trendi, evropiani e tjetër, ky nuk arriti të shkojë as Kesholla e Kpucës, Gramoz, Ruçit tek ajo parti. Pra, ai është fatkeqësia, ajo është e keqja, qeveria dhe ai. Këtu nuk ka më dilema. Si zgjidhet? Kjo është pyetja që vazhdojmë ta bëjmë ne, ta bëjnë gjithë, dhe që opozita në një farë mënyrë duhet t'i japi përgjigje. Është e vërtet, jemi se shohim, edhe tek protesta e fundit pati reagime nga ndërkombëtarët. Dhe gjithmonë unë i ndaj këta, edhe ndërkombëtarët, në ata që marrin rrogë te Rama, që janë ca paçavure që e kanë diskredituar veten, patë edhe sot një deklaratë njerëz për tyre, dhe ata që janë realisht miq të shqiptarëve, që e vlerësojnë edhe demokracinë, edhe e duan kthimin e demokracisë në të vend. Dhe unë këtyre dytve ju kam bërë disa pyetje të thjeshta, se dolën dhe dje me deklaratë që dhe e kanë thënë, edhe në takimet që kanë pas me ne, për të qenë sinqert, që ne nuk duam protestat dhunshme, nuk duam dhunë. Në fakt, mua ajo protestat, edhe këto protestat që po bëjmë ne, vetëm me dhunë nga ana jonë nuk më duket se ka. Tashi nuk dua ta banalizoj, po ca fishek zjarre, dhe ca shishe molotov që hedhin njerëz të revoltuar, të rinj aty, që gjithmonë i hedhin me i kuadrat ku as pemët dëmtohen, nuk më duket se ka ndonjë dhunë të madhe këtu, të jemi sinqert, por le ta them se edhe kaq dikujt i duket dhunë për parimet që ka. Tashi janë po këta miq që këtë e kanë quajtur regjim. Vetëm pak ditë më parë, një institut shumë i rëndësishëm që studion nivelin e demokracisë e quajti Shqipërinë autokraci elektorale. Pra, demokraci nuk kanë këtë vend. Atëherë i them,
një regjim, një diktaturë, se për mua është diktaturë, nuk kam pikë në dyshimit, pavarësisht tyre sfumimeve që nuk e lën duket ajo diktatura brutale që jemi mësuar ne. Një diktaturë si rrëzohet, kur nuk të le të zhvillosh zgjedhje, kur ti nuk ke mundësinë ta ndryshosh realitetin me votë, si